Vazhdojmë aty ku e kemi lënë faktikisht te surja Duha, kemi sqaruar dhe kemi komentuar disa ajete të para të surës Duha. E kemi lënë te ajeti kuranor që thot Allahu subhanahu xhelle xhelalu në këtë sure thot Rabbul Alamin ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Do të thonë i drejtohet Allahu subhanahu xhelle xhelalu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot dhe do t'japi ty Allahu wa Muhammed sallallahu alaihi wasallam derisa ti t'jesh i kënaqur. Do ndalemi ke ky ajet kuranor, ta shpjegojmë kët ajet kuranor. Çka do të thotë ky ajet kuranor ose për çka flitet dhe çka është e dhënia, e dhurata e madhe që do japi Allahu subhanahu xhelle xhelalu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam derisa e ka thënë wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dhe do t'japi ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahu derisa ti jesh i kënaqur. Çka është ajo gjë që do japi Allahu subhanahu xhelle xhelalu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe do kënaqet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ne ta fshim ka ana e materiale që nuk bëhet fjalë, sepse profeti alayhi salatu wasalam asnjëherë nuk e ka desh dhe nuk e ka kërku faktikisht materializmin, po ka qenë i kënaqur me atë që i ka dhënë Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj profeti ka transmetime të tilla që thuhet që kur ju ka ofruar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kjo dynjaja, i ka thënë më mjafton të jem një ditë i urit dhe një ditë i ngop. Dhe ne dim shumë bukur dhe shumë mirë historinë e jetës profetit alayhi salatu wasalam, momentet e para të profecisë. Profeti alayhi salatu wasalam aq sulme ka pas ndaj njerëzve në Mekë, sepse po vinte me islamin dhe atyre njerëzve të cilat nuk ka qenë besimtarë nuk i ka pëlqy dhe nuk i ka kuptuar kjo thirrje e profetit alayhi salatu wasalam, sa i kanë ofruar profetit alayhi salatu wasalam materializëm. Dhe profeti alayhi salatu wasalam si ka kthy, ka thënë wallahi pasha Zotin, nëse do ma vendosni diellin në dorën e djathtë edhe hanën në dorën e majt, që ta lej këtë rrugë kurrënjëherë nuk ka më lënë islam. Do të thënë nuk ka qenë profeti alayhi salatu wasalam profeti i cili njeri i cili ka lakmu dhe ka vrapu mas kësaj bote asnjëherë. Sepse profeti alayhi salatu wasalam na ka eduku, profeti alayhi salatu wasalam na ka udhëzu dhe na ka treguar vërtetësinë e kësaj dynjaje. Sa kur e ka pa një ditë për ditëve Omer radiallahu anhu, një prej shokëve të vet, profeti alayhi salatu wasalam i cili ka qenë i mbështet dhe në një asër që quhet përpara asër, dhe është mbështet profeti alayhi salatu wasalam sa faqet ju ka bë me viza prej ngurtësisë. Dhe ju ka dhënë, ka thonë ja Rasulullah, sikur të marrim diçka më të butë, të flesh më butë. Ka thënë profeti alayhi salatu wasalam atë fjalën, atë hadithin e njohur që thot profeti alayhi salatu wasalam mali ana wa dunya illa ka rakibin istadalla tahta shajara thumma rah wa tarakaha. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë çka jam unë dhe kjo dynjaja si puna udhëtarit i cili hecën dhe ulet në hije në një pemë, pastaj largohet dhe e lën atë hije. Kështu jemi të gjithë me këtë dynja. Mirë, por kjo nuk do të thotë që mos të keq kuptohet. Nuk do të thotë që ne mos punojmë, mos lakmojmë, mos ndërtojmë, mos bëjmë hajër me këtë dynja. Kurse si, mirë, po unë du ta lidhi me këtë ajetin kuranor, që Allahu subhanahu xhelle xhelalu pra i drejtohet profetit alayhi salatu wasalam dhe i thot wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pra, çka është ajo gjë që do ta kënaqë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Çka është ajo dhuratë që Allahu subhanahu xhelle xhelalu do i japi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam derisa profeti alayhi salatu wasalam të jetë i kënaq. Pra, mos na shkoj mendja larg këtë kisha, që mos na shkoj mendja larg që çështje materiale, çështje dynjaje, edhe do jetë i kënaq profeti alayhi salatu wasalam. Kurse si, profeti alayhi salatu wasalam gjithmonë na ka udhëzuar dhe një herë ta përsëris, na ka udhëzuar dhe na ka thënë që kënaqu me atë që ke. Kënaqu me atë që të ka dhënë Allahu subhanahu xhelle xhelalu dhe falendero Zotin për atë që ke. Falendero të madhin Zot xhelle xhelalu për atë çka posedon.
për atë që ka posedon, dhe mos e lakmo atë që nuk e posedon. Nëse njeriu i cili lakmon atë që nuk e posedon, nuk kënaqet me atë që posedon. Është një histori ose një tregim shumë i bukur, që thuhet një mbret e ka pas atë ministrin e vet, dhe e pyetën ministrin dhe i thot, ky shërbëtorin që kemi është gjithmonë i lumtur. Dhe nuk e di nga vjen këtij lumturia që ky nuk ka shumë pasuri, pse që ka kaq i lumtur. Ky ministri që ka pas mbreti thot, praktikoje me këtë shërbëtorin atë rregullin ose ligjin 99. Praktiko ligjin 99 ose rregullin 99. Mbreti nuk i ra në fije ose nuk e kapi çka do të thotë ky rregulli ligji 99, si ta praktikoj unë ligjin 99 me këtë shërbëtorin. Tha, shiko, merr 99 lira ose përpara kanë qenë denari thoshin, ama të florit. Dhe futi me një qese dhe te ajo qesja shkruaj që ke dhurat 100 lira, mirë po ti fut në atë qese 99 lira. Pare të hekurta, do të thonë pare flori. Edhe thot veja në derë shërbëtorit natën. Kur ngrehet shërbëtori, shikon të dera një qese plot me lira dhe shikon të shkruajt me që në këtë qese ke dhurat 100 lira. Kur e merr dhe ky shërbëtori i numëron, i shikon që ka 99 lira, nuk ka 100 lira, kurse te letra është shkruajt 100 lira. Dhe çka bën ky shërbëtori? E ngren familjen, thot, këtu janë 100 lira, këtu është shkruajt 100 lira. Mirë, po këtu janë 99 lira, hajtë ta kërkoj, mos ka ra ajo lirë me na një vend. Mos na ka humb. Dhe gjithë ditën, gjithë natën janë marrë duke kërkuar lirë. I harrum të 99. Kur shkon shërbëtori ti bëj shërbime mbretit, e shikon mbreti këtë shërbëtorin me një pamje më të zymt, i mërzit, i dëshpërum. Pse? Sepse 1 lirë nuk e ka gjetë. I harroi 99 lirat, 99 mirat, dhe kërkon të atë lirë që nuk ishte faktikisht. Kështu ndodh edhe me ne njerëzit, njëherë me këtë dynja që e kërkojmë atë çka nuk kemi, e lakmojmë atë çka nuk kemi, atë çka nuk e posedojmë dhe nuk kënaqemi me atë që posedojmë. Prandaj profeti alayhi salatu vesselam gjithmonë na ka udhëzuar nga ky aspekt që njeriu do të jetë i kënaqur me atë që i madhi Zot xhele xhelalut ka dhënë. Dhe kur njeriu është i kënaqur me atë që i madhi Zot ka dhënë, vijnë edhe të mirat të Allahut subhana xhelle xhelalu. Pra profeti alayhi salatu vesselam ka qenë i kënaqur me jetën e vet. Profeti alayhi salatu vesselam kurrëherë nuk ka hanku për çështje materiale, pavarësisht se nuk ka qenë aq i pansur profeti alayhi salatu vesselam, megjithatë ka qenë i kënaqur, i pansur, sepse ka qenë i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Prandaj njeriu gjithmonë është i pasur. Pasuria më e madhe që Zoti i Madh i jep njeriu është kur ti je i kënaqur me atë që të ka udhëruar, me atë që të ka ofruar, me atë që të ka dhënë Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Ti kthehemi ajetit kuranor, që thot Allah azza wa jalla, la sawfa yutika rabbuka fatarda. Ka me dhënë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahu atë që ti do jesh i kënaqur. Ibn Abbas radiallahu anhu tregon që thot ajo gjë që t'i japi Allahu azza wa jalla Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do ta kënaqë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është pikërisht shefat do të thonë ndërmjetësim që do bëj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që do bëj sallallahu alaihi wasallam për umetin e vet. Do të thonë subhanallah, po ta mendosh dhe po ta shikosh dhe po ta lexosh jetën, veprën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë do të shikosh që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e ka pas merakun te populli i vet. Transmetohet që profeti alayhi salatu vesselam ka filluar të qaj. Dhe thuhet kjo në ditën e Kiametit dhe do thot ummeti, ummeti, ummeti. Ummeti do të thonë ja Rab, ummeti im, ummeti im, ummeti im, populli im, populli im, populli im. Dhe do filloj të qaj.
Allahu subhanahu xhela xhelalu e dërgon Xhibrilin alayhi salam, me laqen Xhibril alayhi salam, dhe i madhi Zot e din pse qanë profeti alayhi salatu wassalam. Dhe Xhibrili alayhi salam i thot: o Muhammed sallallahu alayhi salam, Allahu po të pyet pse qanë. Allahu po të pyet dhe Zoti e din shumë mirë pse qanë Muhammedi sallallahu alayhi salam. Çka meraku dhe çka gale ka Muhammedi sallallahu alayhi wasallam. Dhe i thot Xhibrili alayhi salam: Allahu do t'japi atë çka ti do jesh i kënaq. Pra do t'japi shefatin, ndërmjetësimin për umetin e vet, për popullin e vet, ditën e Kiametit. Prandaj këtu e lidhin dietarët këtë ajet kuranor që thon: "Ola sofa yutika rabbuka fatarda", dhe do t'japi ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahu derisa të kënaqesh, do japi shefatin për umetin e vet. Pra, gjithmonë kur e lexon këtë ajet kuranor dhe gjithmonë kur mendon te ky ajet kuranor dhe logjikon te ky ajet kuranor, thosh profeti alayhi salatu wassalam gjithmonë e ka pas galen dertin e umetit vet. Transmetohet është një transmetim, një ngjarje shumë e bukur me Aisha radiallahu anha, me bashortën e vet, sa ka qenë i ul me Aisha radiallahu anha dhe profeti alayhi salatu wassalam bën dua për Aishën radiallahu anha, thot: o Zot, falja gjunahet Aishës, gjunahet që ka bërë dhe gjunahet e ardhshme. Dhe Aisha radiallahu anha kur e ndëgjon këtë duan e profetit alayhi salatu wassalam kënaqet shumë. Kënaqet aq shumë sa fillon e qeshën prej gëzimit, thuhet e ka ul kokën te gjunjët e vet, aq u gëzu Aisha radiallahu anha, si mos gëzohesh kur është dua profetit. Duaja profetëve është bëhet, pranohet Allahu subhanahu xhela xhelalu. Dhe profeti alayhi salatu wasallam i kthehet, i thot Aishës: o Aisha, u kënaqe me këtë dua që bëna? Ka thënë: po ja Rasulullah, u kënaqa. Thot profeti alayhi salatu wasallam: pasha Allahun, shifni, pasha Allahun, pasha Zotin, Aisha, unë këtë dua e bëj çdo namaz për umetin tim, për popullin tim. Do të thonë subhanallah, në këtë dua inshallah kemi pjesë secila prej nesh në duan e profetit alayhi salatu wasallam. Do të thonë profeti alayhi salatu wasallam gjithmonë ka qenë i fokusuar dhe gjithmonë galen dertin e ka pas të umeti vet sallallahu alaihi wasallam. Prandaj prej porosive të fundit sallallahu alaihi wasallam, prej amaneteve të fundit përpara se t'u ndante, t'u largonte për kësaj dynjaje dhe t'u kthente te Allahu subhanahu xhela xhelalu, ato porositë e fundit profetit alayhi wasallam ishin porosi jo vetëm për familjen e vet sallallahu alaihi wasallam, por ishin porosi për umetin e vet, porosi të cilat do jenë deri në ditën e Kiametit, deri në ditën e mahsherit, deri në ditën kur kjo dynja do të zhduket, këto porosi do të mbesin profeti alayhi wasallam. Pra, për porosive të profetit alayhi wasallam ose për amanetit që ka lënë profeti alayhi wasallam janë porosi që ka lënë umetit vet, janë porosi për mua, për ju, për krejt muslimanë. Për porosive kush ka qenë, ka thënë ummeti, o ummeti im, o populli im. Pra nuk ju ka drejtuar profeti alayhi wasallam vetëm ato njerëz që kanë qenë në atë kohë, por profeti alayhi wasallam ju ka drejtuar atyre njerëzve që kanë qenë atë kohë, atyre njerëzve që do vinë mas atyre, kohës tonë, dhe njerëzve që do vinë mas nesh. Ka thënë: o ummeti im namazin, o ummeti im namazin, o ummeti im namazin. E ka përsërit sallallahu alaihi wasallam, e ka lënë amanet ummetit vet namazin. Pse? Subhanallah, po ta logjikosh e ta mendosh që për porosive të fundit profeti alayhi wasallam për umetin e vet ja ka lënë amanet, sepse profeti alayhi wasallam ka pa dhe ka ditë ato gjëra që ne nuk i kemi pa dhe nuk i kemi ditë. Sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, thot: nëse ju ta dini atë çka unë di, do qanit shumë edhe do qeshnit pak. Prandaj profeti alayhi wasallam kur thot ummeti namazin, o populli im namazin, o populli im namazin, sepse e din rrezikshmërinë nëse njeriu nuk e fal namazin. E din rrezikshmërinë në këtë dynja, po ajo kryesorja në ahiret. Prandaj thot profeti alayhi wasallam kur thot në një hadith, thot: nëse namazin ditën e Kiametit, ditën e mahsherit, ditën e gjykimit, quhet si dush, nëse namazin e ke në rregull, edhe punët e tjera e ke në rregull. A nëse namazin nuk e ke në rregull, edhe punët e tjera nuk i ke në rregull. Pra profeti alayhi wasallam i drejtohet umetit vet me porosi, sepse ka pas dert, e ka gale umetin e vet sallallahu alaihi wasallam, e ka pas dert gale me këtë dynja dhe ka dert gale në ahiret, duke thënë ki kujdes namazin. Për porosive të profetit alayhi wasallam, për amaneteve që ju ka drejtuar popullit vet, ju ka drejtuar muslimanëve, kush ka qenë? Që mos dalësh prej kësaj dynjaje, mos dalësh prej kësaj dynjaje
që kemi përsërit disa herë dhe shumë herë ligjërata ndryshme dhe do e përsërit 1 milion herë, sa të frymojmë dhe sa të kemi frymë dhe sa të jemi gjallë. E kemi përbërsh me tregu, e kemi përbërsh me këshillu vetin tonë, pastaj dhe juve që për porosive të profetit alayhis salam për umetin e vet. Ka qenë pikërisht që mos dalin prej kësaj dynjaje me hakin e tjetër kujt. Me hakun e tjetër kujt. Shikoni në Kur'an janë 2 sure, në Kur'anin Kerim janë 2 sure që nisen me wail. Wail në gjuhën arabe, wail, kërcënim, Allah azza wa jall thotë të mirët ato. Wailu li kulli humazatin lumazah. Dhe wailu lil mutaffifin. Këto 2 sure po ti shikosh, ti analizosh, ti shikosh të këto 2 sure nisin me kërcënim. Që Allahu subhanahu xhella xhelalu i drejtohet njerëzve thotë wailu lil mutaffifin. Çka do thotë? Mirët ato që mangut peshojnë. Allahu subhanahu xhella xhelalu thot mjera i cili peshon mangut. Këtu flitet hak në biznes, hak në tregti, hak në pasuri, sepse e merr pasurinë e tjetrit padrejtësisht. Hakun e parë pasuri. Wailu li kulli humazatin lumazah. Kush është? Domethënë haku i dytë është këtu flitet të çështje i nderit ose të çështja kur e shan dikën. Kur dikën e ignoron, kur dikën e poshtron, kur dikën e shan. Domethënë, shikon njerit, ke kujdes, prandaj profeti alayhis salam, kur ka qenë ato momentet e fundit vdekjes, ka transmetime të tilla që aq i smur ka qenë sa ka urdhëruar 2 shokët e vet që ta marrin për krahas dhe ta çojnë të mimberit. Nuk ka mund profeti alayhis salam të rinë këmbë dhe është ul. Dhe në ato momente, sipas disa transmetime, thuhet që profeti alayhis salam i ka drejtuar shokëve të vet, ai drejtim është për secilin prej nesh. Ka thënë njerëz, ja ku më keni. Nëse dikën e kam lëndu, fizikisht ja ku e keni trupin tim. Nëse dikujt i kam hak në pasuri, ja ku e keni pasurinë time. Dhe profeti alayhis salam kërkon se ka lëndu, profeti alayhis salam kërkon se ka poshtru, profeti alayhis salam kërkujt si ka hyrë në hak, me na tregon neve që keni kujdes. Përpara se dilni prej kësaj dynjaje, mos shkon tokë me hakun e njeriut. Qoftë edhe duke e shajt atë person. Qoftë duke e shajt atë person. Qoftë edhe 1 cent, 1 cent. 1 cent që me 1 cent çka do blesh sot? Asgjë s'blehet me 1 cent. Mi për 1 cent ja ke marrë dikujt padrejtësisht dhe nuk ta ka bën halal, ki kujdes shkosh me 1 cent në varr. Pse? Sepse është haku tjetër, e kemi thënë dhe përsëris që Zoti i Madh, Allahu subhanahu xhella xhelalu nuk ta falën hakun e njeriut. Allahu nuk ta falën hakun e njeriut, qoftë hak në pasuri, qoftë hak në nder, qoftë hak edhe kur e shan personin. Thonë është një për dietar më ka pëlqyer, i cili tha, ne nuk jemi vetëdijshëm se tha ditën e Kiametit do kemi armiq të panjohur që se ke njoft, ama do të vi ditën e Kiametit armik. Kjo ndodh, si ndodh? Për shembull, do jap një shembull, jetën e përditshme. Ka raste të tilla për shembull që dikën e shan, ka kalu me vetur dikush, të ka lag, ka qenë ujë, të ka lag. Ndoshta se ka bë me vetdije, ka bë pa vetdije. Dhe në momentin që të ka lag, me kalimin e veturës, ti e ke shajt atë person. E ke mallku atë person. Ai person që ti nuk e ke njoft dhe nuk e njeh, ai person ditën e Kiametit do vi do kërkoj hakun e vet. Se më ke shajt, më ke ofendu, më ke rëndu. Prandaj të kemi kujdes. Ka raste të tilla për shembull që ti mund rrzihesh me një person që është në autobus për kohë të kohë dhe nuk e njeh atë person dhe nuk e shikon më njët atë person, ama ditën e Kiametit ke me pa. Ditën e Mahsherit ke me pa, se është ditë që është dita e drejtësisë që Allahu subhanahu xhella xhelalu secilit do t'i japi hakun e vet. Pra profeti alayhis salam kur drejtohet edhe thot, o ummeti im, mos dilni prej kësaj dynjaje, ndër tjera, ndër asaj që ne kuptojmë faktikisht, mos dilni prej kësaj dynjaje me hakun e njeriut. Mos dilni prej kësaj dynjaje me hakun e tjetër kujt. Prandaj të kemi kujdes, ti llogarisim vetin ton her pas here. Bëj hesab vetit her pas here. Për porosive që profeti alayhis salam faktikisht ja ka lënë umetit vet, kush është? Është pikërisht, unë po them që e ka pas, do ta lidh me këtë që sa hall dhe sa dert e ka pas për umetin e vet. Gjithçka, domethënë,
Kret fjalimet edhe kret drejtimet ju ka drejtu popullit vet, nuk ju ka drejtu vetëm familjes. Aq derte ka pas. Prandaj Zoti thot: "Ola saufa yu'tika rabbuka fatarda", do t'japim dhe ti do kënaqesh. Do kënaqet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur do ta bëja Zoti i Madh që do bëj shefat për umetin e vet. Të kthejmë asaj që për udhëzimeve dhe për këshillave që profeti alayhis salam i ka dhënë, na ka dhënë faktikisht si umet, ka qenë dhe faktikisht që i drejtohet burrave dhe ka thënë që o burra ju ale amanet grac. Ju ale amanet grac. Ju ale amanet grac. Grac janë amanet për burrat. Para janë amanet i Allahut. Pastaj është amanet që profeti alayhi salatu wasalam i drejtohet burrave dhe i thotë ju ale amanet grac. Si ale amanet grac? Vetëm për ta vesh, vetëm për ta ushqy. Kjo është një pjesë. Kjo është një pjesë. Por nga njëherë, femra, gruaja ka nevojë për një fjalë të ngrohtë. Ka nevojë për një fjalë të mirë. Ka gra, për fatin e keq, ka gra që në jetën e vet nuk e kanë dëgjuar një fjalë të ëmbël për bashkëshortit vet. Një fjalë të mirë për bashkëshortit vet. Kur profeti alayhi salatu wasalam kur thot në një hadith khairukum khairun li ahli wa ana khairun li ahli, më i miri për jush është ai i cili është i mirë me familjen e vet dhe unë jam i mirë me familjen time, thot sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeriu nuk është i mirë me familjen e vet, me bashkëshortën e vet, me fëmijët e vet, me prindrit e vet, me ato njerëz që rrethojnë familje, më kujtoni se do jetë i mirë jashtë familjes. Prandaj profeti alayhi salam kur thot këtu që o burrë ale amanet gratë, që kesh kujdes mos ta lëndosh në zemër, kesh kujdes mos ta bësh me qatë, kesh kujdes mos ta ofendosh, kesh kujdes mos ta poshtrosh, po ti jesh burr edhe ta mbrosh bashkëshortën tënde. Kur e shikon bashkëshortën tënde që në një mezhlis, në një ndenje poshtrohet, nënçmohet, ka raste të tilla që rrihet bashkëshortja jote, ti si burr do të dalësh dhe ta mbrosh bashkëshortën tënde. Si burr do dalësh për krah bashkëshortes tënde kur e shikon që është e poshtruar, kur e shikon që është e nënçmuar, kur e shikon që i bëhet padrejtësi. Ky është amanet që ka lënë profeti alayhi salatu wasalam. Amaneti pra nuk është vetëm me vesh dhe mi dhon me hëngër dhe me pi. Por amanet ti jesh për krah bashkëshortes tënde në momentet më vështira. Ti jesh për krah kur ajo ka nevojë. Ti jesh për krah kur ajo shikon veten të dobët dhe kur ti je prezent e shikon veten të fortë. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam në një hadith, në një thëndje, unë do ta përkthej me komentin shqip, që thot zotni burr është ai burr i cili e nderon bashkëshortën e vet. Ai është zotni burr. Ai që nderon bashkëshortën e vet. Ai që mbron bashkëshortën e vet. Ai që respekton bashkëshortën e vet. Ai që e gëzon bashkëshortën e vet. Ky është zotni burr. E thot profeti alayhi salatu wasalam me komentin e hadithit i poshtër. Burr është ai i cili e nënçmon bashkëshortën e vet. Nuk e nderon bashkëshortën e vet. I bën padrejtësi bashkëshortes vet. Prandaj e nderon gruan i nderumi dhe poshtron gruan i poshtrumi në bazë të hadithit thonjes profetit alayhi salatu wasalam. Dhe herë do ta lidh me këtë që pra profeti alayhi salatu wasalam është kënaq kur Allahu subhanahu xhela xhelalu ka thënë ne nuk do të zgjojnejmë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne do të bëjmë që ti të bësh shefat për umetin tënd sallallahu alaihi wasallam. Qofshim inshallah pjesë atyre njerëzve që do bëj shefat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit, dhe nuk ka kënaqësi dhe nuk ka mirësi më të madhe që në ato ditë vështira, ditë kur njeriu do japi llogari dhe do jesh i vetmuar, që s'do kesh për krah as njeri dhe nuk do të vi për krah as njeri dhe nuk ka kënaqësi dhe lehtësim më të madh, kur Allahu subhanahu xhela xhelalu ta bën që të jetë për krah teje Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe të bëjë ndërmjetësim dhe të thot o Zot fale fulanin, po që ta meritosh ndërmjetësimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duhet ta pasosh, duhet ta dush, duhet ta nderosh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke e pasu në vepra, në fjalët, në punët dhe në ato gjëra që na ka urdhëru, pastaj që na ka ndalu sallallahu alaihi wasallam, dhe duke qenë sa më shumë normal salavate bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahu wa bihamdik.
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirë.